E bëra për t'u hakmar për vllain tim, zbardhe dëshmia 52 vjeçarit pas atentatit të dështuar në Elbasan. E bëra për t'u hakmar për vllain tim, të cilin e ka plagosur 15 vite më parë. Kjo mësohet të jetë deklarata që Poli Boriçi, 52 vjeçari arrestuar për atentatin e dështuar në Elbasan, ka dhënë përpara hetuesve. Sipas dëshmisë së tij, sulmi ndaj 50 vjeçarit Ermir Kërtezi lidhet me një konflikt të vjetër mes dy familjeve. Boriçi ka pretenduar se Kërtezi kishte plagosur vllain e tij rreth 15 vite më parë dhe se pasojat e asaj ngjarje kishin qenë të rënda deri në paralizimin e tij. Ky version pritet të jetë pjesë e hetimeve për zbardhjen e plot motivit të atentatit, ndërsa organi akuzës po verifikon rrethanat e konfliktit të errshëm dhe nëse ai ka qenë realisht shkaku që e ka shtyrë 52 vjeçarin drejt sulmit, por përballë deklarimit të autorit të dyshuar qëndron versioni i vetë shënjestrës Ermir Kërtezit. 50 vjeçari ka deklaruar se marrëdhëniet mes tyre ishin normalizuar prej vitesh dhe se dy familjet banonin pranë njëra tjetrës pa patur konflikte gjatë rreth 15 viteve të fundit. Pavarësisht pretendimit për një konflikt të hershëm, hetuesit po vjojnë punën për të përcaktuar dinamikën e plotë të ngjarjes, motivin dhe mënyrën se si është organizuar tentativa e sulmit. Boriçi u arrestua pas reagimit të shpejtë policisë, ndërsa ngjarja tronditi Elbasanin pasi 50 vjeçari Kërtezi u vu në shënjestër në një atentat që fatmirësisht nuk përfundoi me viktima. Hetimet vijojnë për dokumentimin e plotë të ngjarjes dhe përcaktimin e përgjegjësive penale.